Unë do bëj një përshkrim të shkurtër ashtu siç më sugjeroi dhe kryeministri për të bërë një shpjegim në lidhje me fenomenin që ka ndodhur dhe më pas ne do t'japim edhe perspektivën e gjithë punimeve gjeologjike që kemi nisur me qëllim që të ofrojmë studimin e thelluar me të dhënat më të rëndësishme për vazhdimin e korridorit 8, ashtu dhe për sugjerimet që do të jenë shumë të vlefshëm për ARSH-n. Me pak fjalë për pjesën më të madhe të banorëve që janë këtu, zona ku ne ndodhemi, zona e Librazhdit e Prenjasit, është një zonë tipike e rrëshqitjeve. Elementi i gjeomorfologjisë, gjithë pjesa që na rrethon, është një gjeomorfologji me shpate të pjerta, me një pjerësi pothuajse maksimale. Ky është elementi i parë, njëri prej faktorëve. Faktor tjetër është litologjia, lloji i shkëmbit. Gjithë kjo pjesa me të verdhë që është shënuar në këtë hartë janë formacione të reja, quhen formacione të neogjenit edhe nga pikpamja e moshës gjeologjike. Këto kanë edhe në përbërjen e tyre zhavore, inerte, copëza materialit të cilat nuk janë të cimentuara mirë. Ky është faktori i dytë i kësaj zone që lidhet me rrëshqitjet. Kjo njollë e kuqe këtu në këtë hartë është njolla e rrëshqitjes në fjalë, por zona e Librazhdit, e Prenjasit e Spatharës, unë jam i bindur që për gjithë banorët këtu është një problem historik. Më i hershmi është janari i vitit 2026, ku Spathara ka pasur intensitet rrëshqitjesh. Nga ana historiku të rrëshqitjeve, vazhdon prej 14 vitesh që mund t'i shikojmë edhe të dokumentuar sot në kanalet e YouTube-it apo kudo. Nga pikpamja gjeologjike, historiku i rrëshqitjeve të kësaj zone fillon që nga vitet 60-70, ku shërbimi gjeologjik ka hartat me të cilat këto rrëshqitje të kësaj forme, të kësaj madhësie janë të dokumentuara prej kohësh. Faktori i fundit që merret në konsiderat është dhe faktori i erozionit.